Shantazhet, kërcënimet, konfrontimet verbale dhe sulmet fizike janë bërë ngjarje që po ndodhin në kontinuitet e vetëm gjatë 24 orëve të kaluara, pavarësisht se bëhet fjalë për periudhë të shkurtë kohore, nga të gjitha këto kanë ndodhur nga një apo më shumë raste. Nga sektori i punëve të brendshme të Tov njoftojnë se mbrëm rreth orës 23 në departamentin e punëve të brendshme në Gostivar, një grua 43 vjeçare nga ky qytet ka raportuar se ish i dashuri 17 vjeçari i vajzës së saj 14 vjeçare nga zona e Gostivarit e ka kërcënuar vajzën pse do t'ia postoj fotot eksplicite në rrjetet sociale që ajo ja kishte dërguar më parë. Janë ndërmarrë të gjitha masat për zbardhjen dhe dokumentimin e këtij rasti. Po ashtu gjatë ditës së djeshme, policia njofton se në orën 19:15 në lagjen Fazaneria në Gostivar, zyrtar policor kanë arrestuar personat me inicialet MB 38 vjeç dhe FD 20 vjeç të dy nga Gostivari, duke vepruar sipas kallëzimit të mëparshëm nga personi LD 59 vjeç nga fshati Banjice Poshtë e Gostivarit, se paraprakisht e kanë sulmuar fizikisht duke përdorur sende metalike. Ata janë ndaluar në stacionin e policisë dhe pas dokumentimit të rastit, ndaj tyre do të rriten kallëzimet përkatëse. Ndërkaq sot në njësinë e policisë në Kamian, SR nga fshati Pirok ka raportuar se në fshatin Bogovin është sulmuar fizikisht nga RQ 40 vjeç nga fshati Çegrani Gostivarit. Po merren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit. Nga kronika e policisë sot vijnë edhe dy raste që kanë të bëjnë me probleme të komunikacionit. Me datë 7 maj 2025 rreth orës 16 në departamentin e punëve të brendshme në Gostivar është raportuar se në fshatin Dobërdoll, automjeti i pasagjerëve Seat Leon me targat Gostivarit i drejtuar nga BK 39 vjeç nga fshati Dobërdoll ka goditur një këmbësor të mitur nga i njëjti fshat. Në aksidenti, mituri ka pësuar lëndime të rënda, të cilat janë konfirmuar në Spitalin e Përgjithshëm të Gostivarit. Inspektim është kryer edhe nga ekipi inspektuesi Departamentit të Punëve të Brendshme në Gostivar. Në ndërkohë, gjatë ditës së djeshme është kryer edhe një aksion kontrollues i drejtuesve të automjeteve në zonën e sektorit të punëve të brendshme të Tov. Gjatë këtij kontrolli janë zbuluar dhe sanksionuar gjithsej 40 drejtues automjetesh edhe të 33 nga Tetova dhe 7 nga Gostivari për parkim të gabuar dhe të paligjshëm, nga të cilët 27 janë ngritur nga Merimanga. Gjithashtu janë sanksionuar edhe 117 lloje të tjera të kundërvajtjeve në komunikacion, prej të cilave 55 në Tetov dhe 62 në Gostivar.